Trafikanti ndërkombëtar Ervin Mata, i njohur si Boli Elvana Gjatës në dosjet e SPAK, Interpol Tiranës dhe Policisë Shqiptare, figuron person në kërkim që shprej datës 20 nëntor 2023 bashkë me kunatin e tij Albi Breçani. Me prova nga përgjimet SKECC dhe hetimet intensive të SPAK, Ervin Mata rezultoi pjesë e një grupi të strukturuar kriminal me aktivitet trafikim ndërkombëtar droge, porositje vrasjesh dhe pastrim parash nëpërmjet ndërtimit të heceve, hoteleve dhe kullave në Shqipëri, bashkë me Erzem Breçanin, disa vrasës dhe drejtues policie. Ndërkohë që Ervin Mata është në kërkim dhe policia po bën sikur e kërkon, para 2 muajsh është futur ilegalisht dhe po qëndroni pa shqetësuar në vend. Policia, Forca Speciale Fast Albania dhe Interpol Tirana mund mos kenë pasur dieni në ditët e para pas hyrjes së tij në Shqipëri, por 10 ditë pas hyrjes Shishi ka informuar se Ervin Mata ndodhet brenda territorit të vendit. Madje u janë dhënë edhe referenca konkrete që ai po qëndronte disa adresa në Tiranë, Durrës e Vlorë, të cilat policia, Forca Speciale Fast Albania dhe Interpol Tirana nuk kanë bërë survejime dhe aksione kontrolli as veçma se as së bashku. Disa nga bazat e trafikantit Ervin Mata që ka referuar Shish për vendodhjen dhe lëvizjet e tij gjatë 2 muajve që ka hyrë në Shqipëri janë Hotel Victoria, Villa në Himar dhe Hotel Resorti Primavera i Breçanëve në Lals. Gjatë 17 muajve në kërkim, policia e shtetit nuk ka kryer asnjë aksion për kërkimin e tij brenda Shqipërisë, por nuk ka bashkëpunuar as me partnerët spanjoll, gjerman e hollandez, të cilët e kanë në kërkim prej 7 vitesh për trafik droge. Siç duket, trafikantit Ervin Mata i është ngushtuar mundësia e qëndrimit në shtetet e huaja, ku u fsheh pas operacionit të SPAK dhe vendosi të kthehet ilegalisht në Shqipëri, ku disa herë nuk është prekur, madje as kur policia e dinte që te hoteli i tij Victoria në Tiranë mbajti të fshehur kapo bandën Talocella të Elbasanit. Edhe pas informacionit të saktë që dha Shish, policia po bën teatër sikur nuk e zbulon dot se ku qëndron trafikanti Ervin Mata, ndërsa drejtësia nuk guxon t'i prek kullat e hotelet nga që ai ka lidhje me Bablokun.